إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله عز وجل أتا لفظرojmë ati jemi me njohës për gjitha mirësitë që na ka dhuruar dhe për çdo mbrojtje dhe ruajtje nga shejtani i mallkuar. Ati kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, sepse jemi të bindur se vetëm ai e ka në dorë udhëzimin e zemrave. Atë që Allah subhanahu wa taala ka udhëzuar, ai është në rrugë të drejtë, në dritë nga Zoti i tij subhanahu wa taala, dhe askush nuk mund ta devijojë. Nëse atë që Allah subhanahu wa taala ka lënë në humbje, ai është i humburi dhe nuk mund të gjej dot rrugën vetëse me dritën edhe nga Allah subhanahu wa taala. Jemi duke folur vëllezërit e mi rreth isti'adhes, pra kërkimit të mbrojtjes, ruajtjes tek Allah subhanahu wa taala nga sherri i shejtanit mallkuar dhe nga çdo e keqe që i kanoset njeriut. Kjo është një temë me cila duhet kuptuar mirë vëllezërit e mi, sepse nëse nuk e kuptojmë që jemi në një botë me të cilën na duhet të luftojmë, të jemi të kujdesshëm në çdo hap që hedhim, atëherë nuk e kemi kuptuar thelbin e kësaj jete. Nuk e kemi kuptuar rrugtimin që kemi marrë. Folëm herën e fundit rreth formulimeve të isti'adhes, pra mënyrës se si kërkohet Allahut Azza wa Jall mbrojtja dhe strehimi dhe ruajtja nga sherri i shejtanit mallkuar, dhe sollëm disa formulime që janë sjellë në sunet nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë përdorur dietarët e hershëm, formulime në të cilat, siç edhe u vure, kërkohet mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala, meditohet fort në madhështinë e atij të cilit i mbështetesh dhe i kërkon mbrojtjen, dhe shumë mësime të tjera. Sot do të flasim rreth themeleve të domosdoshme të isti'adhes, që të realizohet mbrojtja dhe ruajtja nga Allahu subhanahu wa taala. Si çdo vepër, duhet që të njohim cilat janë themelet bazë mbi të cilat ndërtohet isti'adhja. Sepse në të kundërt nuk do të ketë rezultat kërkimi i ndihmës dhe mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala. Këto shkurtimisht dhe të përmbledhura në pika, pra themelet e isti'adhes e para janë formulimet e isti'adhes, mënyra se si ne e ka përcaktuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe si e ka udhëzuar Zoti xhaleshanuhu që ne të kërkojmë pra mbrojtje dhe strehim, të cilat folëm herën e shkuar rreth këtyre dhe e trajtuam këtë temë. Së dyti është kërkuesi i mbrojtjes, vetë besimtari. Pra që të realizohet isti'adhja, ajo duhet burojë nga një zemër e cila ka besim tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund të realizohet mbrojtja e Allahut xhaleshanu nëse vetë besimtari, ose në fakt vetë njeriu nuk është besimtar. Pra kushti i dytë që isti'adhja të zërë vend dhe të marrë, domethënë formën e saj, duhet që të burojë nga një zemër që ka besim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është pjesë e hutbes së sotme. Së treti, duhet të dihet nga kush kërkohet, pra cili është ai që ne i kërkojmë strehim dhe mbrojtje, që është Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është e nevojshme të njihet, pra cilit i kërkojmë ndihmën dhe mbrojtjen, sepse isti'adhja i drejtohet dikujt. Cili është ai që i drejtohet isti'adhja? Çdo kujt mund të drejtohet isti'adhja? Madje nëse njeriu kërkon isti'adhe me rrugë të tjera, jo me mënyrën që ka dhënë Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, ose i drejtohet për mbrojtje dhe ruajtje, jo Allahut azza wa jall, por krijesave, ai jo vetëm që s'ka kërkuar, nuk e ka gjetur mbrojtjen dhe ruajtjen nga shejtani i mallkuar, po e ka futur kokën atje ku është rreziku më i madh, në shirk. Pra duhet njeriu të njohë se kujt i kërkohet isti'adhja, që është Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo bën isti'adhen më të plotë inshallah. Gjithashtu, cili është ai nga sherri të cilit kërkojmë të na mbrojë Zoti subhanahu wa taala? Pra shejtani i mallkuar. Do ta kuptosh mirë se nga cili kërkon të mbrohesh.
Kërkon të mbrohesh nga kurthet e shejtanit mallkuar, i cili ka një përvojë mira vjeçare në humbje dhe devijimin e krijesave dhe të njerëzve. Pra duhet ta njohësh dhe armikun mirë, në mënyrë që istiadhja të jetë e plotë dhe të marrë formën e saj. Gjithashtu, dhe diçka rreth synimit të istiadhës dhe gjithçka që lidhet me të, në mënyrë që ky adhurim, që quhet istiadhe, pra kërkimi i mbrojtjes dhe strehimit tek Zoti, të marrë formën e tij ashtu siç Allahu xhaleshanu ka kërkuar për nesh. Njohja dhe kuptimi i saktë të këtyre 5 shtyllave është thelbësore, sepse istiadhja nuk është vetëm fjalë që thuhet, nuk është një formulë magjike siç kërkojnë njerëzit, që me një kërcitje të gishtave ta them dhe të mbaroj punë, të largohet sherrri prej meje dhe belaja që më ka kapur. Nuk është në këtë formë istiadhja, por është një akt adhurimi që ka një përmbajtje shumë të thellë besimi, imani brenda tij. Nëse nuk e kuptojmë këtë, Allahu musta'an. Kalojmë sot në shtjellimin pra të këtyre themeleve të istiadhes. Herë në shkuar folëm për formulimet e istiadhes, që ishte shtylla e parë. Dhe së dyti do të flasim sot për kërkuesin e mbrojtjes, që është vetë besimtari. Kërkuesi i mbrojtjes, cili është ai që kërkon mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala prej sherrit të shejtanit mallkuar? Është një njeri i cili ka besim, o vëllezërit e mi. Një njeri i cili beson Allahun subhanahu wa taala, e ka zgjedhur Allahun si Zotin e tij. E ka zgjedhur Islamin si fenë të cilën e zbaton. Dhe e ka zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profetin, rrugët dhe gjurmët e të cilit ai i ndjek. Dhe sipas modelit të cilit ai jeton. Ky është njeriu që pritet që istiadhja t'i sjellë dobi. Ose në të kundërt, nuk ka dobi istiadhja që ai kërkon dhe lutja që i drejton Allahu subhanahu wa taala. Le ta shtjellojmë duke medituar pak në rëndësinë e kësaj pike. Besimtari që kërkon mbrojtje nuk është thjesht dikush që shqipton një formulë, siç zakonisht njerëzit kërkojnë. Vinë dhe vazhdimisht thonë kam këtë hall, më ka zënë ky hall dhe ai hall, nga ato forcat padukshme që ekzistojnë dhe njerëzit i besojnë vetëm kur i kap halli dhe kur i kap belaja. Vinë dhe thonë çfarë të bëj, më thuaj diçka. Edhe duan zgjidhje të shpejta, zgjidhje të formës që një formulë magjike që ta mbaroj këtë punë dhe sa të kushton janë gati të japin gjithë botën. Subhanallahu. Po nuk është kjo zgjidhja. Kjo nuk është zgjidhje, kjo është mashtrim. Nëse dikush do të jepte një formulë të tillë shpejt e shpejt dhe të përfitonte financiarisht. Kjo është gabim, o vëllezërit e mi. Pra, besimtari që kërkon mbrojtje nuk është thjesht dikush që shqipton një formulë, por dikush që ka bërë një zgjedhje të qartë dhe të dishme. Ai e ka pranuar Allahun si Zotin dhe sunduesin e gjithësisë, që i ka të gjitha në dorë, ka pranuar Islamin si fen që e zbaton dhe program jete dhe Muhammedin si profet sallallahu alaihi wasallam. Le të sqarojmë këto 3 pika, pra kënaqësinë me Allahun si Zotin tënd. Dhe ato tjera që vijnë pas saj. E para, çdo thotë jesh i kënaqur me Zotin si krijuesin tënd, në mënyrë që istiadhja të ketë dobi. Ti jesh i kënaqur me Allahun, do thotë ta pranosh plotësisht, o vëllezërit e mi, urtësinë e tij në caktimet, në kaderin e tij. Një njeri i cili nuk e kupton kaderin e Zotit, dhe vetëm besimtari e bën këtë punë. Pra kur ti beson në kaderin e Allahut, Allahu i ka caktuar të mirën dhe të keqen. Edhe këtë sprovë që të ka rënë në kokë, të shejtan të mallkuar që po të bezdis, është Allahu xhaleshanuhu ai që e lejoi me kaderin e tij, me urtësinë e tij subhanahu wa taala. Nëse nuk je besimtar ta kuptosh diçka të tillë, ti nuk do ta trajtosh istiadhen ashtu si duhet. Kthehemi pak tek Ejubi alayhis salam. Profeti i Allahut. Ai ishte nga besimtarët më të mëdhenj, padyshim. Madje është shembull edhe për gjithë profetët në durimin e tij. Çfarë tha? Rabbi inni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. O Zot, më ka kapur shejtani mallkuar me dhimbje dhe vuajtje. Subhanallah. Ka për shejtani mallkuar. Edhe ti, çfarë po bën Ejubi në këtë mes? Po i kërkon mbrojtje kujt? Allahu subhanahu wa taala. Dhe i vleti kërkimi i mbrojtjes. Kthehemi te Yunus alayhis salam, profet tjetër nga profetët e Allahut subhanahu wa taala. Kapi belaja dhe ai domethënë ishte në barkun e peshkut. Përsëri u drejtua tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithmonë në këto raste, çfarë thot Allahu? Wa kadhalika nunjil mu'minin. Dhe kështu ne i shpëtojmë ka besimtarët.
Kështu ne I shpëtojmë besimtarët. Pra, Allahu xhaleshani ofron këtë mbrojtje atij njeriu që kupton kaderin, e kupton urtësinë e Allahut subhanahu wa taala në gjykim, e kupton mëshirën që të ka dhënë Allahu në gjithçka që I ka përcaktuar për ty. Nëse nuk arrin ti kuptosh këto gjëra, edhe istiadhja nuk realizohet o vllai. Pra kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ti je tërësisht besimtar në atë që po flet vëllezërit e mi. Mendojni pak edhe në hadithin kudsi, në cilin Allahu xhaleshanu thot: ai që I shpall luftë një miku të dashurit tim, pra ai që I jep mundim, ai që I jep mundim një të dashurit tim, miku tim, weliji, pra I Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu I kam shpallur atij luftë. Pra ai që jep mundim kujt? Të dashurit Allahut subhanahu wa taala, besimtarit të mirë, atij që do Allahun subhanahu wa taala, është I kënaqur me Zotin dhe është mbështetur Allahut. I kanë shpallur luftë thot Allahu xhaleshanu. Robi afrohet, pra kush është ky besimtar, na shpjegon Zoti xhaleshanu këtë hadith kutsi. Pra ai afrohet një herë me farze, I plotson detyrimet ndaj Allahut. Kjo është mënyra më e dashur për Allahun për t'ju afruar, siç thotë në këtë hadith. Pastaj vazhdon robi thot Allahu xhaleshanu, të më afrohet mua. Me çfarë? Me vepra nafile, me sunete, me nafile, me vepra vullnetare, derisa unë e dua ata thot Allahu xhaleshanu. E dua robin tim. Dhe pastaj kur e do Allahu robin e tij, thot unë do të jem syri me cilin ai shikon, veshë me cilin dëgjon, dorë me cilin vepron, këmbë me cilin ecën, dhe nëse më lutet do t'i përgjigjem. Dhe kjo është tani që po them, është ajo që po argumentoj, dhe nëse wala in ista'adhani la u'idhanna. Nëse kërkon, thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kam për ta mbrojtur nga shejtani I mallkuar. Pse e mbrojti nga shejtani I mallkuar? I kujdesshëm me farzet, me detyrimet ndaj Allahut subhanahu wa taala, e fal namazin rregullisht, agjeron, jep zakat, bën ato detyrime që ka ndaj Zotit subhanahu wa taala, ruhet nga haramet, është I kujdesshëm me detyrimet ndaj familjes, ndaj botës që e rrethon. Pra ky është njeriu që e thot istiadhen dhe ka duk istiadhja e tij. Pra është besimi o vëllezërit e mi. Ky njeriu është I kënaqur me fen islame. Pra një njeri që e ka ndërtuar jetën e tij si musliman. Ai e ka besuar Allahun me gjithë kushtet e besimit, kushtet e imanit. I beson të gjitha kushtet e imanit. Gjithashtu edhe kushtet e islamit I plotson ato. Ruhet nga haramet dhe përpiqet të largohet dhe të ruhet nga shejtani I mallkuar. Ky njeri, ky besimtar, I ka duk istiadhja dhe të themi që e ka realizuar istiadhen, pra kërkimin e mbrojtjes, ky njeri e ka realizuar. Pse? Për shkaqe të shumta, ndër të cilat vëllezërit, mendoni pak. Shumë njerëz thotë, "Audhu, çfarë do të bëj o hoxh që të më ruaj nga shejtani I mallkuar Zoti? Më ruaj. Edhe të mos më ndodh gjë, mos më marrin më sysh, mos më bëjnë magji, të më lënë rahat, edhe të mos më cënojnë jetën e dynjas time, edhe në ahiretin tim." E thot besimtari këtë xhanum se mos besimtari thot vetëm dynjan. Atëherë I thua, duhet të thuash këtë dhe këtë dhe këtë, do t'i them të gjitha. Dhe ky njeri thot, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Madje mund t'i mësoj dhe të gjitha ato formulat që tham në hutbën e shkuar. Dhe kur e shikon në mëngjes e thot të fjalë, kurse gjithë ditën ai është I përzier dhe në mejdanin e shejtanit. Shkon dhe ulet më aty ku janë haramet më të mëdha, gjunafet më të thella. Thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe shikon shoqërohet krah për krah me shejtanin e mallkuar. Pse? Sepse nuk zbaton fenë Allahut. Shejtani e ka mik tashmë këtë njeri. Si mund të thuash, kërkoj mbrojtjen tënde o Zot nga sherri I shejtanit, ndërkohë që e ke marr mik shejtanin e mallkuar. Si thot Allah në Kur'an, "Wa kana al-insanu ala rabbih dhahira." Subhanallahu, vetë njeriu bëhet alat me shejtanin kundër Zotit të tij. La ilaha illallah. Vetë njeriu bëhet armik I Zotit të tij dhe bëhet alat me shejtanin e mallkuar. S'ka kuptim që gjithë jetën tënde ta ndërtosh jo në Islam. Dhe kërkon pastaj që të mbrojë Zoti nga sherri I shejtanit të mallkuar, ndërkohë që je miku I shejtanit, I afërt I tij, dhe ndjek hapat e tij. Pra kjo është paradoks. Prandaj njeriu ta kuptoj që nëse do vërtet mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, këtë ta bëj si besimtar. Ti kërkon mbrojtjen fillimisht duke qenë besimtar dhe jo thjesht me formulë të thatë që e flet dhe e thua në lutjet e tua. Edhe besimi dhe ndjekja e profetit është e rëndësishme.
Besimtari që është i kënaqur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguarin e Allahut, ai njeri përfiton nga istiadhja. Çdo thotë je i kënaqur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguarin e Allahut, do të thotë që lajmet e tij ti i pranon si të vërteta. Çdo gjë që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për lajmeve, qofshin ato për të dukshme dhe për të fshehtën, në dynja dhe në ahiret, ti i pranon si të vërteta, sepse janë të shpallura nga Allahu xhaleshanu. Prandaj ti asgjë nuk përgjigjështron prej tyre. Së dyti, urdhëresat e tij ti i zbaton, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Daresa të tij u largohesh sa të mundesh dhe lut Allahun subhanahu wa taala përpiqesh që të ndihmoj të largohesh për këtyre ndalesave. Dhe ti ja adhuron Allahun vetëm me mënyrën që ka përcaktuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra kur ti e pranon Muhamedin si profetin e Allahut, do thotë që edhe kërkimin e ndihmës tashmë e bën në formë adhurimi, siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është e domosdoshme vëllezërit e mi. Pra, kërkimi i mbrojtjes bëhet kështu një shprehje e identitetit të njeriut. Kur thot njeriu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, atëherë ai po tregon thellësisht që është besimtar në Allahun azza wa jall. Se thot a'udhu billah, kërkon mbrojtje tek Allahu nga sherri i kujt? I shejtanit mallkuar. Pra beson edhe në forcat, pra në ekzistencën e sherrit të shejtanit. Dhe beson që vetëm Allahu mund ta largojë këtë të keqe. Pra kjo është pjesë e besimit. Nuk mund të jetë pjesë e një njeriu që është larg fare jashtë besimit dhe kërkon mbrojtje me formula të shkurta dhe të shpejta. Ky është një besimtar i përkushtuar, i cili shqipton fjalët e istiadhës si një dëshmi të asaj që mbart në zemër. Kur ai thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, zemra e tij është e pranishme, mendja e tij është e kthjellët dhe vetdia e tij është e zgjuar. Ai e kupton se po kërkon streh, po kërkon siguri, po kërkon mbrojtje tek ai që zotëron çdo fuqi dhe çdo gjë. Pra, beson në Allahun, është besimtar në gjitha këto që folëm. Me bindjen e palëkundur se Allahu është mbrojtësi vetëm i vërtet. Besimtari e shqipton istiadhen me siguri dhe qetësi të brendshme. Nuk e thot istiadhen me dyshim. Edhe kjo është një pjesë ose një detaj që vetëm besimtarët e kanë. Pra, kur njeriu kërkon istiadhe dhe bën lutje, edhe bën edhe rukje, sepse istiadhja është pjesë e sa janë dhe rukjet që bëjmë, pra leximi i Kuranit, lutjet e ndryshme për larguar ndikimin e fshehtë të shejtanit mallkuar. Nga kushtet e domosdoshme që rukja të ketë rezultat është siguria e plotë në ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti nuk ke siguri të plotë në këtë ndihmë që ofrohet nga Zoti, ajo nuk ka ndikim, thot Imam Ibn Qayyim. Pra mund mbase Zoti na ruaj edhe dikush mund ta thot një lutje edhe nuk i sjell ndikim, ndërkohë që një tjetër e thot atë dhe ajo sjell ndikim dhe sjell rezultat. Cili është ai që ka siguri të plotë vëllezërit e mi? Është besimtari. Pra, edhe këtu na hyri në punë çështja e besimit dhe nuk mund të funksionojë pa qenë besimtar, kërkimi i istiadhës dhe mbrojtjes tek Allahu xhaleshanu. Pra, ai që kërkon mbrojtje, besimtari e bën këtë me bindjen se Allahu e dëgjon dhe i përgjigjet. Ai beson se me lejnë dhe mëshirën e Allahut, të plot fuqishëm, zemra e tij do të ruhet nga vezveset, mendja e tij nga dyshimet dhe hapat e tij nga devijimi që sjell shejtani i mallkuar. Kështu vëllezërit e mi, këto ishin disa meditime rreth kushtit që duhet të jesh besimtar që istiadhja të funksionojë. Pra një nga ato kushtet e përmbushjes së istiadhës. Elusë Allahun subhanahu wa taala të na plotësojë në besimin ton. Na bëj që vërtet besojmë që Allahu subhanahu wa taala i ka të gjitha në dorë dhe të kërkojmë mbështetjen dhe mbrojtjen e tij me përulësi të plotë, ashtu si ai kënaqet dhe e kërkojmë për nesh. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezërit e mi, po ikin pothuajse 1/3 e Ramazanit, subhanallah. La ilaha illallah. Kur filloi dhe kur iku 1/3 pothuajse. La ilaha illallah. Dhe nuk e di, a jemi përmendur akoma nga gafleti i kësaj dynjaje dhe nga rutina e përditshme që na kishte kapluar para Ramazanit?
A jemi zgjuar vërtet që të përgatitemi dhe të marrim nga ky Ramazan atë që duhet? O vëllezërit e mi, Ramazani është muaj mëshire dhe muaj i zgjedhur nga Zoti, që njerëzit kthehen tek Allahu Azza wa Jall, të falen gjunafe dhe të lartësohen në grada. Madje ndikimi i Ramazanit është i arzakonshëm në ngritjen e grada të robit. Do sjell tu një histori të thjeshtë për ta kuptuar se sa rëndësi ka shfrytëzimi i këtyre mundësive që na jep Zoti xhaleshanu. Thuhet se dy njerëz nga një fis prej fiseve arabe shkuan dhe emigruan tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Që të dy këta, djelmosha, burra, erdhën dhe i dhanë besën profetit sallallahu alaihi wasallam se do ta ndihmojnë rrugën e tij. Morën pjesë që të dy në luftë së bashku me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë luftë njëri prej tyre ra dëshmor. Ndërsa tjetri vazhdoi jetën, kaloi një vit, vazhdoi jetën e tij me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë Talha ibn Ubaidillah, një nga të përgëzuarit me xhenet, shikon një ëndër o vëllezërit e mi. Shikon një ëndër. Një ëndër çuditshme dhe e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam. Pa në ëndër të dy këta burra, edhe atë që ra shahid, ra dëshmor, edhe këtë që tashmë kish kaluar një vit. Dhe në fakt ky pas një viti, ky person vdiq. Pra edhe ky vdiq pas një viti. Po vdiq në shtrat. Nuk mori pjesë në luftë. Talha ibn Ubaidillah i pa në ëndër të dy. Shahidin dhe këtë tjetrin. Ndërkohë u çudit sepse në ëndër pa që ky që kish vdekur një vit më vonë që nuk ra shahid, vdiq në shtrat. U fut në xhenet i pari. Dhe më pas tërhoqi atë tjetrin ose u fut ai tjetri që ishte shahid. Edhe u çudit Talha, sepse të biesh shahid nuk është gjë e vogël. Domethënë dëshmorët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala kanë status të lartë tek Allahu xhaleshanu. Dhe u çudit Talha dhe i thot profetit sallallahu alaihi wasallam për ëndrrin që pa. I kthehet profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "E pse çuditesh o Talha? A nuk jetoi edhe një vit pas vllajit të tij? A nuk fali me qindra dhe mijëra rekat namaze? A nuk agjiroi Ramazanin, një Ramazan më shumë? A nuk agjiroi një Ramazan më shumë? La ilaha illallah. Një Ramazan më shumë, më vëllezërit e mi. Është mundësi të lartësohesh tek Allahu xhaleshanu. Po ne me sa duket nuk jemi aty ku duhet. Elos Allahu subhanahu wa taala të na ndihmoj. Elos Allahu të na jap ta kuptojmë se çfarë mirësie na ka dhënë. Dhe ta shfrytëzojmë ashtu si duhet. Vallahi janë çaste që na ikin kot. O duke fjetur gjumë, ose duke prekupuar me dynjan, ose me kotësirat e kësaj dynjaje, ndërkohë që është mundësi e artë, nuk kthehet më. Nuk dihet a do ta kesh një Ramazan tjetër apo jo. Ama këtë që ke, shfrytëzoje, vallahi. Shfrytëzoje që edhe një herë ta përmirësosh lidhjen me Allahun xhaleshanu. Përmirësosh dhe perfeksionosh namazin, dhikrin, leximin e Kuranit, të ushqesh imanin dhe të afrohesh tek Allahu xhaleshanu. Elos Allahu na ndihmojë vëllezërit e mi. Elos Allahu na forcoj dhe të na jap forcë ta përfundojmë këtë muaj ashtu si duhet, me punë të hajrit dhe adhurime për Zotin ton. Së fundmi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.